Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala dhalimin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut, krijuesit të gjithësisë, sunduesit të botrave, Zotit tonë që na krijoi, të lartit, të drejtit, të gjithëmëshirshit, mëshirëplotit. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammed Musafan, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që i ndoqin dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Allahu i madhëruar në Kur'anin famëlar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. O ju që besuat, pendohuni tek Allahu me një pendim të sinqert. Kjo ajet tregon qartë se Allahu nuk kërkon përsosmëri, por sinqeritet. Ai na fton që të kthehemi tek ai me zemër të pastër dhe me një pendim të vërtetë. Prandaj sot do të flas për temën pendimi, pastrim i zemrës dhe rikthim i sinqert tek Allahu subhanahu wa taala. Një ndër kohët më të rëndësishme për pendimin është edhe vetë muaji i shenjtë i Ramazanit, muaji i Kuranit dhe i devotshmërisë, muaji i Taubes dhe Rahmetit, muaji i kthimit tek Allahu subhanahu wa taala. Pendimi është një ndjenjë në zemër e cila të bën ta lësh diçka që ke punuar dhe t'i kthehesh rrugës së Allahut. Ai të bën ta lësh një vepër që ke punuar tërë jetën dhe t'i kërkosh falje Allahut për të. Shumë njerëz mendojnë se pendimi është vetëm për njerëzit që bëjnë gjinahe dhe të këqija. Të tjerë thonë se nuk kanë nevojë pse të pendohen, sepse kanë bërë të mira gjatë gjithë jetës. Ka edhe fetar të cilët mendojnë se pendimi është vetëm për gjinahqarët, por në realitet ne të gjithë kemi nevojë që të pendohemi tek Allahu për veprat tona. Ne kemi nevojë që të pendohemi jo vetëm për gjinahet e mëdha, por edhe për gjinahet e vogla. Vallë, sa muslimane dalin çdo ditë të pambuluara? Sa gjinahe shkruan çdo ditë? A nuk kemi nevojë që të pendohemi edhe për këto gjinahe? A nuk kemi nevojë që të pendohemi edhe për moskujdesje ndaj Zotit tonë? Qëllimi ynë në këtë botë është që ta njohim Allahun subhanahu wa taala. Por vallë, sa prej miliarda njerëzve e njohin dhe besojnë atë siç duhet? Allahu na furnizon dhe kujdeset për ne çdo ditë e çdo çast, kurse ne çdo ditë e çdo çast largohemi prej tij me gjinahet tona. A i kujtojmë herën e fundit kur kemi rënë në sejdë me zemër të përkushtuar ndaj tij? Shumica prej nesh falen, por thjesht me trup, pa ndjer me zemër. Muhamedi alayhis salam ka thënë: të gjithë bijtë e Ademit gabojnë, por më i miri prej tyre është ai i cili pendohet. Prandaj, ne si njerëz gabojmë, por na është caktuar edhe pendimi. Nuk do të jetë turp që ti, o njeri, të vish në ditën e kiametit me gjinahe, por turpi do të jetë për ata njerëz se cilët nuk e njohun Allahun subhanahu wa taala në dynja. Prandaj thuhet se një njeri i moskujdesshëm është më keq se ai gjinahqari, sepse ai gjinahqari një ditë mund të pendohet nga ndërgjegja, por ai moskujdesmi do të vdes duke e menduar veten si të mirë. Një dietar, Sufjan Theuri, që kishte marrë mësim nga 70 prej shokëve të pejgamberit alayhis salam thotë: u ula një ditë duke i numëruar gjinahet e mia dhe i thash vetes: o Sufjan, Allahu do të pyes për çdo gjina. O Sufjan, këto janë ata që ti i mban mend, po ata që ti i ke haruar dhe Allahu i ka shënuar? Pendohu para se të dalësh para Allahut subhanahu wa taala. Dhe atëherë fillova t'i kujtoja të gjitha gjinahet e çdo viti dhe fillova të pendohesha për secilin gjinah që kisha bërë, dhe kur u çova më dukej vetë më i lehtë. Transmetohet një rrëfim nga dietarët e hershëm se popullin e Beni Israilëve e goditi thatësira dhe doli Musa alayhis salam me një grup besimtarësh për të falur namaz istisqa, namaz për rënjen e shiut, dhe bëri lutje: o Zot, na lësho shi. Dhe Allahu xhaleshanuhu i tha: në mesin tuaj gjendet një gabimtar. Për shkak këtij va ka ndaluar edhe shiun. Musa alayhis salam i drejtua grupit me besimtar dhe tha: o gabimtar, po të lutem që të dalësh nga mesi im. Por gabimtari nuk doli. Ai e përkuli kokën dhe përshpëriti në mes veti:
O Allahu im, unë pendohem për të gjitha mëkatet që i kam bërë, dhe pas pak filloi që të bjerë shi. Musa a.s. e pyeti Allahun, o Zot, përse na i lëshove shiun? Allahu xhaleshanuhu tha, u lëshova sepse gabimtari u pendua për mëkatet që i kishte bërë. Atëherë Musa a.s. e pyeti se kush kishte qenë ky gabimtar, por Allahu nuk i tregoi dhe i tha, o Musa, unë atë nuk e turprova kur ai bëri gabim, e si ta turproj tash kur ai u pendua? Me këtë rrëfim, Allahu na tregon se ai mbulon mëkatet e robëve të tij, të cilët pendohen sinqerisht. Allahu nuk e turpron robën e tij, por ja hap derën e mëshirës dhe e pranon pendimin. Premtimi i Allahut është i vërtetë, dhe ai nuk e thyen atë. Si përfundim, mund të them se pendimi është rikthim i sinqert tek Allahu subhanahu wa taala dhe pastrim i zemrës nga barret e mëkateve. Allahu na jep shpresë dhe na siguron në Kur'an duke thënë: Inna Allahe yaghfiru dhunuba jami'a. Vërtet, Allahu i fal të gjitha mëkatet. Prandaj, le të mos e shtyjmë pendimin dhe të mos e humbim shpresën, sepse dera e mëshirës së Allahut është e hapur për të gjithë ata që pendohen sinqerisht. Allahu na bëft për atyre që pendohen sinqerisht dhe për atyre që ai i fal.